Kemi kaluar në një moment tepër veçantë. Çdo ditë kur dalim në qytet, absolutisht takojmë legjendat dhe sikur harrojmë që të kemi kujdesin e duhur, jo për tjetër, po që t'jemi të lumtur për atë që kur dalim i takojmë legjendat e një lamije, legjendat e sportit. Dikur, kur lexoja se njerëzit kanë mundësi të dalin në New York e ta takojnë Muhammed Aliun, thosha lumë si ata. Në realitet, ne kemi fatin e mirë e të rallë t'i takojmë të tillët gati për çdo ditë. Për fat mirë, sonte i kemi musafir dy frontmen të kësaj kategorie, të kategorisë së boksit, që vinë nga një klub që mbetet për jetëve legjendar, që ishin frontmen të saj, që janë edhe sot. Zone e zotri për ju, për ne, për të gjithë zotri, Nasser Bajrami dhe Payazit Alimaj Paja. Nasser si je? Mirë, faleminderit. Payazit Alimaj. Po. Ai oficiali atje e ka harru hëna? E ka harru se ishë në atë kohë. Në atë kohë, ha? Në atë kohë. Po Paja, si që kemi zakon, Payazita dhe krejt Paja ju kena thonë. Dhe të mbeti? Kjo? Mbeti. Që në fillim? Fillim. A si fëmija po kuru futën në sport? Jo, në boks. Në boks? Në vërtet isha në shkollën Slobod Tuzlës, në boks ati në Bosnë, me të emni. A shkove në Slobod të Tuzlës, më vonë, e ati në mbetja? Po, edhe ishë azemvlosën atë ku, ma la emrin, tha, jo Payazit, po Poja, edhe u kryjnë atë ku. Qa zemja dhe atu përzije? Atje ishte prezident boks. A ka qenë boks? Prezident boks. Ishte që atje
atje kishte grupin edhe normalisht i ka i tje, Po. që Naseri është i kajt është Naseri. Nasir Bajrami i Sili. Ka grunë. Drenic. Po dhe janë amorave, Sandri. Po. E, Naser është knatësi që ju kemi musafir. Të gjithë të din, sidomos moshat pak më të rritura që kush jeni ju, Naser Bajrami, njën nga bokserët që në ka bërë krenar për vitet të tëra, në vitet e arta të klubit Prishtina, që ishte kampion në Jugoslavi, e kampion Belçan Ballkan, sigurisht nuk ka pas gara të tilla edhe në Evropë. A keni qenë ndonjëherë dhe kampion Evropë? Po, që kena pas boksera Evrope, bote, olimpiade. Që i keni mujt. Po, gjithë që... Edhe prandaj u kategorizona aty në... Azizi ka qenë medalist i olimpiadës. Po, në olimpiadë. I dytin botë. Mehmet Bugujevci i dytin botë, që të mos e harrojmë. Sami Buzolli? Sami Buzolli në Evropë i pari, i dyti edhe i medalist shumë. Bajram Hashani që ashtu në Katowice të Volenis, i dytin e në konë. Në Evropë. Në moment, për mesdhetar kampion pa fond e balkanike dhe... Si ekip mas shumë ti. Ekipi Prishtina atëri ka pas 6 tituj, ja? 5 tituj edhe 6 nën kampion. Nën kampion. 5 titull. Kur kanë mujt me na qitë në vend në dytë e kanë bom, atë një shtu? Refer, qysh dojshin. Po s'kena prit shumë me na dash një Jugoslavi, 23 milion i kemi rraf. Po, kur shkojshëm për shemëll një ekip s'ka pas as një pikë. Na kur shkojshëm as publik s'kishin, na kur shkojshëm mushke salla. Ata s'kishin publik as një meq. Kur shkon të Prishtina mushke. Poshtet e përmena, për gjysore një kështë që u kry meqi. Kretë në rundë parë, rundë dytë, rundë parë, rundë dytë. E kryt? U kry, po. Duke nuk autua dhe u kry prej shpije. Po, Naser, ke fillu si i ri? Qëfar moshe fillove të boksoje? Në klas 8 këmë qenë. A në klas 8 fillove? Një shok ka qenë aty të ushtru, keni me të ju më shkune, më kujtohet edhe me që i parë si sëtë, kër ju më dalë, 7-8, 5-6.000 veti në konë, kër ju më hinë ringë, asë një njeri së në pasha. E ke fjallën... Për i treme. E ke fjallën me që i parë në klubin Prishtina? Me që i parë. Po, në ekip të parë? Në ekip të parë, po. Në ekip të parë. Këmë pasë në derin, unë me më do më thonë, gjithë shka e fillove në Prishtinë? Po, në Prishtinë, kam fillu në Prishtinë e këmë baru. Edhe e kemë baru. Asë njëherë nuk shkove. Tash i vazhdojnë me qenë edhe trajneri Prishtinës. Jam trajneri Prishtinës, tash, po. Bashkë me Pajin? Me Pajin, bashkë. Me Pajazitin, ha? Pajazitin, po. Po, ti Pajazit ku e fillove në realitet? Unë në Prishtinë. Edhe ti në Prishtina? Prishtinë, si gjithë. Shkove i ri? I ri, ola, në shkollë isha në fillore në Nobilic, tani me shok, shkëshëm Prishtinë, tani dikur më hi qef, isha në klasë 5, edhe si e thmi, janë esëm, hajnë në boks, meta, që ato edhe mos... E vazhdove, deri vonë kur tu desh me shku... Dem penzion. Kur u hoqen, po tash penzion po, se pjesa tjetër, pjesa e tretë e jetës në realitet. Në cilën kategori fillove, Naser? Unë ja kom njësë në 57 kg, gjysë e letë kom, të një kom shumë të letën, gjysën velter, gjysë të mes, me që aty e kom krye. Paj, në cilën kategori? Unë në 48 ja kom njësë, kom pos suksese, po tani në 51 se... 48 që u konë, mizë nuk u konë? Jo, letër, ose. Letë? Po, letë, edhe tani për ekip, kër bukserin për Prishtinën s'ka pos, po 51 u duke me shkue, tani me angurë, me forcue për me buksu për ekip. Cilët ishin trajneret në kohën kur shkove? Unë kur shkova kam qenë 2, ju konë sërba ta, një farë Savelici, ju konë më shrutaj, një vjet e gjystë, një më shku në ekip parë, më ka po lahi të ushtru, edhe më ka thirë hajdi në ekip. Do më thënë, ishte lahi? Lahi, po se titujt kampion fillun me Lahnimonin? Me Lahnimonin në Sefedin Brahen. Edhe Sefedin Brahen? Po, një punëtori pa lodhshëm. A punëtori pa lodhshëm? Edhe për atë punë, ko gjam jeshtër, Të dytë. Se ka braha dhe këtu, kusheritina edhe kështu që kanë qef me një fjallë të mira. Kusherina kështu në... Ej, do të propasim, krejta të jatë, po... Bara me neve unë jetë. Gjithmonë, Ma se po konë... Po kur shkove në realiteti aty i gjete bigët, ata kampionet e fuqishëm, ishte Gjevdet Peci, Naziv Gashi, Bajram Hashani, Mehmet Bugujevci, Sami Buzolli, Beqir Berisha. Në Enver Haredinin, Sami Buzolli edhe Beqir Berisha. A dhe Enver Haredini ka qenë? Ata këmë taku. U konë një farpedo ja më në viqë, atë gjenerate vjetër krejt.
Bajra Mashoni me Metin e krejt, ata ju në konë, të me Azizin e... Ata këtë unë më konë më i ri. A ishte vështirë në këtë mes me nuk- prominu, me dalë? Po ishte se u konë shtirë me zonë ven aty. Unë e fati jam, kësë si talent, të një shëfke bugujevë si një ekipe në konë, aje la boksin, e unë të një vazhdova në kategorit tina. Të një anisa herë një kategori ma naltë, herë një ma poshtë, kur kishë nevoj, unë ashtë ishin trenerat. Absolutisht. Qka thoshte Lahi? Naser pe i te je varët sot? Ka pos raste, tha, sefa ma pa të bani, nëse në qëse ti fiton edhe ekipa. Fati jam fitova, qaq mirë boksova që, kur ma qaj dorën, a i referi, tha, sërbis, qështu do të tha me fitu, se s'ma hini asë një heraj. Njerët ma të Asma hini aj... Krisë asë njerët s'ka mujtë. Dhe tone, na e mu kanë përshtatë këta që rejnë, që i thujnë fajtera, që luftojnë. Unë e kumë boksu në distancë me direka, me sene, se ata me teknikë që janë s'ku mujtë fërë. Këta që rejnë si Mirkovici, Bashici, unë e kësha... Cilë ka qenë kundërshtarët më të vështirë e që i ke mujtë? Më të shtiri në konë me tonë që këmë boksu, që ta për t'i përmeni, këta jenë me 4 herë që këmë boksu. Bashici ka konë në Beogradit, këmë hup njerë këmë fitu këtu në Prishtinë, me që ma i miri. Mirkovici u konë i Smedrevës, a në Smedreva atje këmë luftu, veç jadhan ati fitorën, se rashin për liga, ata pa tjetër. Thëshin, bile na bëshin i një arba dhe hava, se na këna me fitu. Se duhet me fitu. Si prej ke kom start. Puzovici, Mirkovici, këmë boksu pak edhe me një mes me Risticin, këmë boksu me Mugoshën, me një Stankovicin Pullës, qëta që për përmeni, Realisht me ka 4 herë. qenë fitus të dorëzave të arta, kampion, kanë qenë emra shumë të mëdhej, bigë? Kretë në reprezentacion kanë qenë ata. Po ty poj, me cilë të karon për i këtyre të fortëve që e man men, cilën e ki meqin ma për zemër, thu, që kë ka qenë? Valla, ma për zemër që kom me Popovicin, kërë kom mujtë mjedis Sërbis në Valeva atje. Sa Valeva mjedis Sërbia, ha? Sërbia, në kërë e tut, edhe aty në këmë mas pokëti, po tonë që një 7.000, 10.000 publik, veç qatë meq se arroj kur e bile kom një tube, sene, meq i votë. Për nga këta bokserët që ishin të moshave të... Una jem gjenerat me... Ti je gjenerat më Abedin vonë. Lika, Po, cilë të takove ti ku shkove? Cilë të shkove në Prishtinë, Në realitet? vitin e 83, këmë buksu. A 83, kur këta Kur e biget kom ju lonë, konë në po, shkuarje? në shkuarje. Naserin se këta ku Ja, fare? se këmë takues. Naseri ka buksu herët. Ma herët. Sepse edhe sikur e kreu atë ciklin ciklin, e shumë fisht kampion Prishtina dhe edhe klubi futbollit, tashi, Na e në 83, 4, 5 vës janë nisi edhe këtë një Jugoslavin me roboksi. po, Me roboksi, të në 85 në ushu krejt. Po, filloj- Qëtën edhe në ligën e 2 Prishtinën edhe ushu ma klubi edhe krejt. ushu klubi. Mune kështë të tërgu një meq me Prokuplën këna buksu në nish. Se ata stadionin e ka pas salën, denum, edhe 94-0. Në sërë gjepi, fitej pa në vagë, në peshë, s'moj kaj, edhe unë të ardhej, tregoj thave, Naseri ka fitu. Në vagë, s'ka mujtaj me ek 100 gram, Në peshore. peshore, po. Do më thonë, nëse nuk është për Ja, shtatë, 100 gram, e hup meqin. E hup shemeqin, ha? Po ai treneri ja ka lojt, a në të boksojnë njoj mitësore, se në ajdjen, loj ka thonë të ves bokserin, Po, se në është i zdanë, ka fitu 2-3 pika, të ne loj ma bone apo boksa në asër që shtu më tha i treneri, këta bokserat ma bëshin, mos boksat, është po boksej. Edhe ai shumë bokserin joftë, në Nikolici i Përkuplës, ka boksu me Nazifin, gjenerat e Nazifit. Unë na faka në rundë parë, 2 knockdowna, në rundë 2 knockdowna dhe fitova me ndërprere. Kur orë loj në autobus, tha boksera, tha që 10 vjetë, tha alos më ka knotë, sët kur kush që si Naseri. si Naseri këtë herë. Në kënë të mësë të shira që ku prit që hup, jo në këmë fitu. Qëfar ka njeriu kur del, sakrifica në ushtrime, në pregaditje, në... Qëfar dijen kur del në ring? Frik? Jo në në frikë, se na mas shumë t'jena... Koncentrim? Koncentrim total. Emocion? Për shemëll, jo emocionin,
Na i na dal, unë kur kum dal në ring, ju në kanë 7.000 vetë publik. Unë veç kum menu që jam sa kërkush aty. Veç jam me kundështarin në ring, edhe jam qetësua dhe kum boksue, si kur nësë me kanë publik kërkush. Se me njësë publikin më shëja aj, më shëja në barë, më shëja në kryja aj. Ke vlejt nga sportistët bukurosh kështu të Kosovës, ata prishin frizurën e këto? Jo, ka njëherë. E rujsh e ftyrën mësë me ta prish? Po, Ke arë do një herë me gunga me kështu? Po, valla, je marë qyshja, s'ka darë të Po këndrit familja, si e për jetën? Nona dhe me të lika, aje kur njetë 10 vjetë këmë boksu, kur s'm ka po. A kur nuk e ka Po, shiku? unë për shembull isha incizimin, e kështë në televizion mas dite, edhe aje kur më pake që po da në televizion, dalë në kuzhinë, shkejke së më pake. I thësh arrit që ku jam. Ja, s'mëjke edhe shkajke. Edhe të një që... Po, familja jote, a keni pas kështu trashëgimi sportiva, apo je i pari? Vallaj, me thonë drejtën i pare, pe familjes tonë, që këmë rrjedhe i pare, se s'ka pas atëre ku i nga kona në katonë ato, s'kina pas... Pse shkove në Bosnje pastaj? Po, shkova se klubi Prishtinës u raservume se e rrëm 17 rije në Serbi, tani na qëtën për ligë, u qkepë në bokserat tonë. Bokserat e mirë u shpëndat. Ma të mirë, Lika, Majonci, ketë, u shpëndajnë do në Bosnë, do tjetër ka. Kur është shpërda klubi, po. Po në për klube. Si ke kalu në Për në Bosnë këmë kalu shumë mirë. Këmë boksu 4 vite. U bërë emër atje të njëni? Po emër të marë, këmë në Bosnë bili halo, bili Kongo këne kemë për mu një farvokti, se ishë qaqë atmosfere modhe atje në Bosnë, ku shkëshëm na shqiptarët me boksue, tradite kena po se pa të ndëgjuë pe i bokserat vjetër, që jem bokserat fort. Mirë, Mirë, edhe veshim publike modhe. Po në Gjermani ku shkove? Në Gjermani shkova vite në 91, tani me jeta dhe një 12 vjetë. Ke qenë kampionin i Republika atje? Po, i kom edhe këtu. Vesfalis, apo? Vesfalia. Vesfalis, në kone, dhe të dëkojnë në Gjermon. Naser, juve tani po e mbani një peshë të rëndë në kurrizin tuaj, klubin e boksit, klubin legendar Prishtina, që legendari kam betë emri, po përkrahi e keni. A keni ndoni përkrahi? Ku ushtroni? Ku pregaditeni? Na ushtrojmë Pallatrinis, e kena salën aty, po përkrahi e s'kena për kërkujna, kur shkojna me boksera, me kushtet tona, dhe unë të tina, me makinë teme dhe vazhdojmë rrugën. Edhe vazhdojmë. A keni shumë boksera? A keni kategoritë mbulume? Po, kena boksera, ka 3, ka besa, ka edhe shumë, edhe 3 shumë tej, pi 7 vjetëve tej në 30 vjetë ka. Deri në 30 vjetë. Përkraje, po, a ju mbanë qyteti, bilem, ose dikush në i përkraje, ministria, sporti? Ja, ministria ta sporti. Apo federata e boksit qaqë sa mundet një Federata i ka turniret e vetë, ta dhe me asharit Lanimanit pavarësine qëtu. Neve jo, klubi komunës dhja jep në A kemi një shpresë që ka me dalë në jemër në... Për besë drejt me tërgua shtirësat. Sikur atëherë jo. Jo, sikur atëherë zbët, sepse edhe në përbot vetëm boksi profesionist, a amatorë, sikur... Po mundet, po do të mi pas kushtet, me queni, me thmina për pregaditje, në ushtrime, me vazhdimisht me ushtru, ta shështirë. Pe 2004 në em, shumë talente ka posë, dhe këtë talenta që në Prishtinë këtu të boksit, këtë ndollë për klubit boksit Prishtinë. Klubit boksit Prishtinë, sigurisht. Këtë me emë. Trashëgimi që unë s'kom pas, kesh tash në shtë ma bënë qëtë pytje. Po ata, une, tash që ka njësë ata mas meje. Veç jo boksera. Në familje, qëfar sportista kemi të familja ju? Unë nipin e kam, Yll Topila, është futbolist 11 vjeqar, lumë për drenasin. Djalli Vllaft, është teniser ndër park në Prishtinë, në Jugosllavi, edhe ka fushën e tina, djalli veç maratona i shkon. A në maraton? Po, a i ka tash ka qenë Zagreb, 120 kilometra ka vrapu. Sa fëmijë ke? 3. 3 fëmijë? 2 vajza dhe 1 djalë. 2 vajza. Pse s'ja ke bo si ai baba që i ka pas vëdje? A dhe mirje që Naseri Sarëm takon thot, i kish pas një babë 2 djemë, një të meqë me një doktor.
Muni me marrë me mend që ja kthej unë, i thon po, i kesh pas 2, po i kesh pas një të meshëm me një. Bokser. Atë bëjmë një apel, kujt i bëjmë apel që ta ndihmoj klubin? Sa është më mirë me ushtrue sporte, me qenë brenda se sa rrugëve fëmijë të Apel do të rritë. me bo, po na im do të mas pari me pas një dhe si na të shnosh. Njerës që dine, që i epin e që dine, po na s'kem një. A keni një bord klubi? Ka, është bordi, po. Po, s'ka mundësi, si s'ka për kraje, mbështetje materiale, ju S'kem njerëz. ju s'keni, do më thënë, shfrytëzoni ambientet në Pallatin e Rinis, Po, qatë, por jo. s'keni Po, ambientet tuaja, të fix. Jo. Që të... Ja. Na shkojna një turner, dikon i marën, unë e Pajaziti, në kërë temin dhe shkojmë, që se në epin atje një drek, në mirë. Bëhet Qëse mirë. s'te epin, na i pagujmë I vetë. paguni vetë. Kënë me të tonët. Njerë që shkojtë. Si e shoqëru me artist shumë? Bashkë me elitën e artistëve, sidomos me Ismet Bugujevcin që Ajo është... bashkë me Nazim Gashin e Gjevdetecin e ju japën shumë duar për kitje. Ju bëjnë homazh, kanë qenë elita e vendit, elita e qytetit, elita edhe të tjerë me Koronën, me Nusret Muqiqin, me... Pse s'provove të këndosh? Po, Allah, s'po di se me thonë, zonim shkej ke ka pak, po, za edhe komptar gjeloza. E funksionë në kjo dhe në emë, para ligë të në cetën të shukon situata pi punët, të një unë e kom pas një kambje dhe shkejsha me një sretin, me afrimin, me sinonin, dhe sa dhe me ty ka një herë. Ka një herën në përmbrëmje koncerte, dasma e kështu. po. A di si e ka pas? Në këthes, te i kaloj ke thoj ke inshallah s'ka, inshallah s'ka. Shala s'ka kur gjë. Si ma i thej ke inshallah s'ka, jo nalet po gjuna që tu. Ishte knasi që ju kisha musafirë. I kemi thënë, na i keni thënë disa gjërat bukura vërtet. Shiqoni gjithmonë vleni për ata herojt me të cilët ne krenoshim. Unë vija pa fundësisht ju ndi që janë, si që ju ndi që gjithë Kosova, gjithë Shqiptaria, vinin njerëzit për meqet tuaja, nga Ohri, nga Struga, nga Mitrovica, nga gjitha cepet atë dhe, nga Ulqinje, nga vetëm e vetëm që t'i shihnin herojt e tyre. Si ndjeheni sot si heroj? Se ju jeni heroj të sportit, normalisht. Po qyre sportisi si sportist do të me konë pak, kur të mirës me sport djetë, do të me konë pak i kulturume, qysh po hece, qysh po rrin kafe, qysh po rrin me shëshnje, se kalaj është veç, je konë sportist dhe të një dhe me katastrofi shaj. Do të me pas kujdes. Me ju ngacmuve sidomos ty, a ka mendim në boks, apo veç boks? Ja. Unë jem konë gjithë thamë, unë jem konë bokser për në ring, për jashtë jo. Qa është bokserës? E kom pas punë, e kom pas rogën, e kom pas... Si me shku në punë, si në boks. Ishte knasi që ju kësha musafirë. Faleminderit. Na keni thënë gjërat bukura. Shumë fa keni thire, na keni nderu. Nasser Bajrami. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte knasi. Ja shkoj marë.